Bisedimet për rikonstruimin e qeverisë mes kryeministrit Mickovski dhe koalicionit Vlen vazhdojnë edhe më tutje, ndonse kanë filluar një javë tepër. Në konferencën e fundit, kryeministri Mickovski deklaroi se për ndryshimet kadrovike brenda VMRO-s do të vendos pas kongresit që partia do ta zhvillojë në dhjetor. Në këtë moment, jemi të fokusuar si VMRO DPMN në përgatitjet e kongresit të rregull të partisë, që do të ndodhë më 6 dhjetor. Në kuadër të koalicionit të vazhdojnë konsultimet. Ndërkaq, Ministri e Arsimit Vesna Janevska as nuk e konfirmon e as nuk e mohon që do të mbetet në post pas rikonstruimit të paralajmëruar të qeverisë. E pyetur nga televizioni Shenja, Janevska tha se do të respektoj çdo vendim që do të marrë partia, po edhe kryeministri Hristijan Mickovski. Ajo theksoi se procesi i rikonstruimit është kompetencë plotë e kryeministrit, i cili vendos se kush do të mbetet dhe kush do të largohet e kush do të bëhet ministër. Vendi ka kryeministër, partia ka organe që diskutojnë për të mirën e vendit. Megjithatë, bëhet fjalë për ministra që do të udhëheqin shtetin. Është kryeministri ai që propozon ministra ose qeveri para kuvendit dhe ai sipas meje me gjithçka që ka treguar deri më tani ka të drejtën e plot të vendos se kush do të jetë ministër, a do të jetë ministër dhe ku do të jetë ministër. Unë do ta respektoj çdo dëshirë dhe vendim të tij. Tema e rikonstruimit të qeverisë u hap pas dorëheqjes së Izet Mexhiçit nga pozita e zëvendës kryeministrit të parë dhe ministrit të ambientit, pasi ai mori drejtimin e komunës së Çajirit për postin e zëvendës kryeministrit. Përmendet emri i Bekim Sali, deputet aktual i koalicionit Vlen, ndërsa negociatat mes partnerëve të koalicionit po zhvillohen edhe për disa ministri të tjera, përfshirë arsimin, shëndetësinë dhe eurointegrimet.